Pasi lam në krahun e djathtë të përpjetën e llogaras, u kthyem në krahun e majt përgjatë luginës magjike të Ducatit Mal. Një ndales e detyruar në hyrje të rrugës për në Ducat. Mjetë dhe punëtor që zgjerojnë rrugën për të ngjitur në fshat. Kënaqemi me pozicionet e reportazheve të tu, si në Mizëqen e poshtme, ashtu dhe në Mizëqen e sipërme. Faleminderit, ishte pra një ndales e detyruar këtu, për arsye se këtu bëhet shtrohet rruga, zgjerohet rruga. Bëhet ristrukturimi i rrugës së fshatit Ducat. Pra duke u Këtu jetojnë 320 shtëpi të ky fshat dhe kuptohet që është një fshat i ngulur, fshat me tradita, fshat me pozicione, fshat që nga të gjithë njerëzit vinë, e shikojnë, e vizitojnë dhe ikin të kënaqur dhe të larguar, sepse përveç të tjerave dhe resurset e ushqimeve janë bios dhe janë të natyrës së virgjër të këtij fshati kaq të denjë dhe të shenjtë. Faleminderit. Që nga koha që ka qenë, domethënë, historikisht tregohet që këtu ka kaluar Cezari, ka kaluar ushtri të thyera dhe vazhdohet ajo traditë që ky fshat të vizitohet, të bëhet nga të gjithë njerëzit që kalojnë për në Llogara dhe për në Saran. Si keni emrin? Zini Xhemalaj, jam nga Ducati, jam djala agronom. Faleminderit, ishte një prezantim që bëri prezantim për fshatin një Zini Xhemalaj. Ishte kënaqësi për neve që na i shpjeguat me dy fjalë të gjitha për Ducatin. Gjithashtu dhe unë jam i kënaqur sepse gjithë reportazhet dhe intervistat tuaja te Apolloni ndjek me kënaqësi kohën që vete në shtëpi, sepse unë jam njëri punëtor dhe mbas ditët më zën në familjen time. Shikoj te Apolloni dhe kënaqem sepse ndjej dhe shuaj dhe nostalgjinë e Timeti, i cili ka qenë një agronom dhe ka qenë një mjeshtër shqiptar i perimeve. Megjithëse ishte blektor. Si kishte emrin? Sadik Xhemalaj. Sadik Xhemalaj, po. Ka ndërtuar fermën Shlirimi, ka qenë drejtori i parë i fermës Shlirimi, drejtori i parë i SMT-ve në Levan, ka qenë drejtori i parë i Politehnikumit Bujqësor në Fier, pastaj në BE 29 ndori në Lushje me radhë. Ishte kënaqësi pra, sepse trashëgoni ato cilësi, dhe u kthyem këtu pra, në rrugën për Llogara, ne u kthyem krahun e majt të rrugës ku ndodhet fshati i vjetër Ducat, nuk mund të largoheshim pa u kthyer pak në Ducatin e vjetër, për të hedhur në kamerë ato pamje sa të vjetra dhe aq të bukura. Dhe aq me shumë histori. Dhe këtu kemi edhe një vend ku rritet trofta, kultivohet troft, e thazin ju. Janë disa breza që kultivohet troft dhe kjo troft është e barabartë si troft me troftën e Fanit dhe të Valbonës, sepse uji këtu gjatë gjithë kohës nuk është i qëndrueshëm, por është i qarkullueshëm dhe uji është i bardhë. Nuk është asnjëherë i trembulluar. Edhe trofta është aristokrate. Me temperaturë 2 deri në 3 gradë. Nuk i vete më lart se kaq temperaturë. Edhe trofta do vetëm ujë të pastër. Ujë të pastër dhe të ftohtë. Kështu që kjo troft është nga vetë natyra e ujit shumë e shëndetshme. Atëre bashkë me operatorin le të ulemi të marrim ca pamje nga trofta atje. Ka besoj trofta. Patjetër, ka troft, ka disa brezni troftash, ka disa lloj marrëdhëniesh të rriturit dhe të ushqyeri, të cilat bëhen me radhë për të furnizuar tregjet që nga Tirana dhe deri në Fier. Zini, faleminderit shumë. Poshtë në brigjet e lumit Ducat, një investim serioz për kultivimin e troftës së shijshme të Ducatit. Ju jeni pronar i këtij rezervatit të troftës. Po. Me sa duket është afër natyrës apo është? Është bio, do të afërsisht. Po, afërsisht bio. Pse? Kemi kushte të mira
Kemi ujë të mirë që bën rrugë dhe rrihet shumë gjatë rrugës dhe oksigenohet shumë. Edhe bëjmë një trof të veçantë që mund të krahasohet me vallën e Dejes dhe me Valbonën. Me pak vështirësi në verë për temperaturat, se kemi temperaturat lata. Jemi në kushtet këtij dimri pak a shumë Shumë të favorshme. Trofta e ka qef këtë temperaturë? Shumë të favorshme, kemi 2 vjet. Deri çfarë temperature duron? Trofta duron deri afër zeros. Afër zeros. Po nuk ushqet. Sa prodhim keni marrë mesatarisht në vit? Ne tani po afirmohemi. Nuk kemi prodhim si vjet është viti parë. E keni ndarë në grup moshave? Po. Për shembull, peshku i vogël është 40 gram, e kemi marrë në Tatzat të Delvinës. Shumë rrugë e vështirë, por asat i mirë. Më i madhi është 400 gram, e kam hequr pjesën aty, për në firë nëse për trek. Në këto vaska pra janë të ndara si pas grup moshave. Si pas peshës bën diferencim vetë. Faleminderit. Punë të marë. Faleminderit dhe jo. Çfarë dini ju për troftën, profesor? Ajo që kam intereson mua edhe letërsisë në tërsinë e vetës në trofën, trofa është peshke gran. Në kuptimin letrar do të thotë peshkë i ujrave të ëmbla dhe me letërsi përdoret peshku që ecën kundër rrymës. Ashtu si përdoren në jetë njerëz shumë njerëz që ecën kundër rrymës. Më bën të goxha qefi, ndjem goxha mirë që këtu në Dukat dhe në disa fshatra të Labërisë janë të ralla, po janë ndërtime shumë serioze dhe shumë të rëndësishme, paras me fjalën popullore thotë peshku me hanë mbajt malit. E malit qikës që lartësohet për para, shtëllet fshati Dukatit, me shtëpi i shpërndara. Dukati, një vend i çuditshëm, ndoshta nga më të veçantët në Evropë, male hyjnor, zotër të lirisë dhe papunësisë shekullore, me shkëmbim gigant që takojnë qiejt. Dashuria për fshatin nuk shuhet në Dukat. Lidhet me fshatin ndërtojnë vetë njerëz. Përshëndetje. Sapo morëm vesh që jeni në Dukat. Që jeni përzirë të një këngëtare shumë të dashur për të gjithë shikuesit shqiptarë dhe jashtë Shqipërisë. Faleminderit. Dhe ishte kënaqësi që të takosh me vizën nga Dukati, që dini shumë gjëra. Por të jeni një familje kaq e mirë, kaq patriotike dhe me tradita kulturore. Ju them faleminderit juve, s'kam çfarë të them. Jam shumë i kënaqur që më thua për vajzën time. Kështu, shumë faleminderit. Shartet që kanë edhe respektojnë ato se duan të dëgjojnë qytetet dhe juve shumë u faleminderit. Ju jeni Vandalia, për sa vite keni këtu? Në jetë? Kam lerë. Që kur ke lerë? Po. Dhe Dukati është gjë e mrekullueshme që ruan dhe vjetërsinë, ruan originalitetin. Me që më pyete, shumë gjëra të mira ka ruajtur për gjithë jetën ne si fshat. E kupton? Ka ruajtur qoftë që kur është fillua lufta ku ta di une
shumë gjëra me të mira që nuk cingros se asë në një krah. Sa do Koshena ka qenë ajo që kur bërë lufta në atje. Me andartët grek, po. Me Dukati, Tragjas edhe Radhim kanë qenë. Dhe transporton të harmë, kishte edhe djemë të saj atje, realitet edhe varda atje në luft. Dhe vetë edhe u thyen, kjo është realiteti, li qartone, ku ta di unë. U thyen, ku do vini, u tha? Na përzoni, tha. Në qëtjerën të greve, do u marrën dhe gratë sënë të natën ata. Unë këtyën e i kanë edur në detë, më thërë zoti. Kjo është lafi sa do Koshenës. Pra një grua i kanë ngritur burrat në këmbë. Në këtë kohë, kjo ka qenë, e para, sa do Koshenja. Po, sa do Koshenja. Kjo ka qenë. Po, na kemi përpara një labe me një veshje paka shumë se mos të ka ndikuar Maja që mos i mbash tërë ato veshjet e vjetra? Maja edukoj dhe vetën, jo më edukoj të më edukoj. Jo, mos ka thënë që mos i më të mane, apo s'kanë arritur të mane? Jo, more burri dhe jo, nuk ka arritur ajo këtu që të urdhëroj e vlati. Bera shaka, pa ajo, po i kene i palë atje në të ruajtura? Nuk kam se i kam zhukur. Apo nuk të le Xhamirtja? Jo, Xhamirtja e goxha njëri, thot a i vishar duash. A, ti. Po, sa fëmi keni? 6 fëmijë. I keni me emigracion apo këtu? Po emigracion i kam 5 fëmijë kam në Greqi. Në Greqi. Janë mirë? Mirë, janë. Kam një djalë edhe 5 çupa. Ju me kërë rini këtu në Shqipëri? Feminusen e djalë? Me kërë rini këtu? Feminusen me gjithë një çuk të vogël. E pa nusja që u mërzim na që u lashtuan të tjertë edhe, na bodhe një çupa. Pra pesh kënaqësi që juve keni një fëmijë të pak. Ka që kënaqësi e pa parë. Jo, kështu sot në këtë moshë. Keni ardhur të qëndroni në Dukat apo do i kemi një realizion që vim këtu. Kam edhe shtëpitë e mia i kam pasur këtu, lart edhe vi aty se një kushëri të parë timit i ka vdekur nëna edhe. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që u takuam së bashku. Rash, gjithë të mirat. Pasha shëndoshje mirë dhe kam shumë respekt, shumë të madhe dhe brave. Faleminderit të mira. Përshëndetje. Dukati dikur në kemë dhe me mushka. Dukati mbushur me vetura, me fugona, me... Ne bëjmë. Do të bëjmë. Po, diçka është bërë apo? Po, është bërë shumë, jo shumë, po krye shumë. E krye shumë, Gjevi Xhelili. Shofer, kam 10 vjet. Maqena ndoshta, masa nuk është e përshtatshme, po për kush që kemi jam shofer në fund. Je shofer? Edhe rrugët ke pak problem me... Po, kam akull, kam të gjitha. Kam akull, kam të gjitha, di unë. E si do qofti ju i bini këta fëmijë be shkollës? Urdo. 24 në 5. I qoni për... I bim në shkollë, këtu më burë. A, nga Llogaraja? Nga Llogaraja, dhe në aset e qojmë prapë në Llogara. E bëni këtë rrugë 2 herë në ditë? Po, në mëngjes dhe në dreket. Mirë shumë. Kush ju paguan drejtoria e arsimit? Po, patjetër. Po, faleminderit. Dëshmi e vjetërsisë e këtij fshati të hershëm janë edhe këto rrepe shumë shekullor dhe si qikojmë këtu është një lapidar. Lapidari kushtohet Pilo Andonit, Skëndokullurit, atij Bejo Zenelkalit edhe Hamid Selmanit. Këta u burgosën nga Turqia në 1905 se hapën shkollën shqipe. Edhe fshati u këndoj, hundat kulloj në gjyrë, haj me det të fshati hynë për 5-6 birbili Skëndokullur Zengjine, kështu vazhdojnë me vargje kënga, është kënduar dhe nga grupi folklorik i Dukatit. Ta janë Dukatas? Dukatas të 4. Në respekt të rej fshati ngriti këtë përmendore. Po një do tjeti Mariot, Pilo Andoni? Jo, Pilo Andoni Gjikoka është nga Dukati, Dukati hershëm bile. Pra tregon për një trashëgimi kulturore të pasur që kanë dashur shkollën. Arsimdashjen e Dukataset. Arsimdashjen e Dukataset. Pranuan që të arrestoheshin, të hiqe Iliria dhe shkolla u hap që u hap.
Po, shumë. Dhe për në mbështetje të kësaj, ja ku është shkolla e vjetër ajo aty, ajo shkolla e kuqe që i themi ne, ja kjo ndërtesa pa që ati, që dhe restrukturojnë tani. Shkolla e kuqe, po, a shkolla e pare Dukatit? Shkolla e pare Dukatit, shkolla e vjetër e Dukatit. Më e vjetër e, aty ka filluar arsimi gjuha shqipe për herë të parë në Dukat. E s'ka si të mos rendite me gjitha ato personalitete nga Dukati të hershëm dhe të vënd? As bët fjalë për atë, por ka plot figura që janë shmangur nga dallgët e kohës, njëri ka shkuar kështu, tjetri kështu, por e vërteta reale është kjo, që për këta burra, këta 4 burra janë arrestuar dhe kanë bërë buku në Berat, vetëm se atë shkojnë Shqipe. Jesh me Zadele. Shkoj njëri ati anë Zexhades, edhe më mori me ato delet. Hecë më tha mua. Meri i thashu, po, do më dërgosh dhe mua një më këto, apo jo, i thashun. Do të dërgoj, më thonë. Nga i shasër një, asë më njëj. Këto u duen juve, keni të ri, apo jo? I duen dhe komunitetit, popullit. Për gjithë popullit. I duen dhe historisë dhe brezave. Mirë, shëndet, mirë, shëndet. Ju edhe njerë para mikrofonit, kush jeni? Unë jam Piko Merkohito i Dukat. Gëzojmë që njifem. Falem. Sa vjeqe? Unë jam jam 77 vjeq. I ri, shumë mirë. Qa mban mend nga kjo jetë? Urdo? Qartë mba? Si kur ju këtej e doli këtej, hiç fare, me vuaj dhe të rjeta Bereqaves tani. Tani Bereqaves. Po, e shkurtër është për ne. Është shkurtër i ri. Kalimtari. Dikush është ty, babaj ati që muarën të peshku. Babaj i rjetit. Njësë vlerave. E takom qunin aty të peshku. Që po bënda të... Djalin të troftë. është zotë i vetës, tani punon për vete. Halal. Po ty të shikonë në qikë mire, be? Urdo? Po, Bereqaves, po shikon vetën më shumë një qikë nej pra mua, po edhe mua jo, pse të qajem, jo. Me qëfar je marë, me qëfar punë ke bërë? Unë, ja male vetë kam jedisur bashkë me këto. Me bakti? Qoban me dhime, me qërë dilë për para, luft të marëm ditë në punës, marëm paranë. Po tani ke bakti? Tani, ja, ku do ka bakti më për mua tani, ka plekirina i... E ka këmjër quni me troftën, me peshkën. Ke ndruar baktin me troftën? Po. Jo, asa tjese kam frikë se, edhe aji nuk më lë, pa mund të shkoj kohën me të, po kam ka frikë se më bjë më moska edhe u bo më ka që ajo punë. Faleminderit që. Atë nderuar. Miru pafshim. Faleminderit shumë, gëzojmë që një. Me gjithime ti. Ja djali është nipi, e? Tu e kam nipin e nipit, sërnipin e nipit. Po, babagjan. Dukati që në verë freskon këmbët në ujnë e ftohtë të lumit, që buron nga llogaraja dhe malet për qark, në këtë ditë dimri hesht paqësisht, një heshtje që përgjithsisht thyhet në kafenet apo nga gotat e rakis, si për burrëri dhe krenari, për pasurit kulturore dhe shpirtërore që mbart. Jemi në një ambient vlerash. Shikojmë që ju keni grumbulluar gjithë këto vlera këtu. Mund të kalojmë të pak një prezantim të shkurtër të kësaj pune kaq të bukur, ku po pin kafe një grumbull. Po, të moshuarish, përshëndetje, besoj se nga Dukatit gjithë bashkë takuam, po, në televizion po. Çfarë po lori domino? Vini për ditë kështu, këtu grumbulloheni. Pleqeri, sa vjeç? 72. Sa dhe vjeç, se shumë vjeç. Këtu shkon burri 100 vjet apo 100 vjeç? Edhe më shumë. I matë sharrinë të diqë, uja sharrinë. Rasë të rralla. E si do qoftë pra, është një ambient i këndshëm, ku janë grumbulluar vërtet vlera, janë pasuri kulturore të Dukatit, po edhe më tej do të thosha, që një prezantim shkurt mund ta bënive. Si ke grumbulluar gjithë to? I ke trashëgimi të tuat, apo i ke të mbledhur edhe nga fshati? Një pjesë janë të trashëguara të familjes time, të babait të gjyshit. Një pjesë janë grumbulluar në për familjet e Dukatit. Babai i gjyshit për shembull, çfarë keni trashëgimi nga babai i gjyshit? Për shembull, bastoni ishi babait. Tani. Po, bastoni të spihet. Kjo burja është e gjyshit.
me stërradh. Sa vjet ka ajo? Mund të jetë 100 vjeçare. 100 vjeçare. Që nga koha kur luftonte Dervish Ali Dukati? Po, tamam, në krye të Azematit. Atëherë ka jetuar gjyshin që ka mbajtur. Po. Shpatat janë të restauruara, kuptohet, po janë vjetra dhe shpatat. Shikoj furkën aty që ti të lesh. Edhe furka janë rreth 100 vjeçare. Është karakteristike e Dukatit, sepse këtu punojnë shumë leshje. Punojnë gratë e Dukatit, thjerrin fijet që bëjnë qilima. Në furka. Po. Llamba se kanë jetuar breza tani, po, llamba është e vonshme, kuptohet. Ky po është kandili vjetër. Kandili vjetër me ajguri. Po, edhe këtu është kebabi që pjekë. Ndërsa ti është ku endin qylymat. Janë element të argalis. Element, është miniatur. Qylymat atë, po. Lisat edhe krërët, që thonë. Ai ishte legeni, është përdor shpejt kur nuk ishte... Legeni dhe i briku që lanin kam. Po. Hoqët, to janë të njohura këto. Bërirët e dashit që është karakteristike prapë për Dukatin, për e mbajnë për shpira dhe në port i vinin bërirët apo jo. Po. Pra ja gjithë të pasurit që juve keni grumbulluar. Po janë gjëra që kemi përdorur ne si fshat. Gjithsesi janë vlera. Rreth për qark këtu. Kultura materiale janë vlera për brezin e ri. Kanë përdorur nuset e Dukatit para 50 vjetëve, 60 vjetëve, 100 vjetëve. Ose sepete i themin. Sepete ose sënduq i themin në gjuhën e fshatit, është përdorur për pajat e nuseve. Paja nuse ku e mirte me vete çupa ku vinte. Po, s'kishte atëherë dollap, kështu edhe përdoreshin këto. Ja, pra kjo është pasuria e nuses kur vinte. Po. Kur martohesh vajza këtë i jepte babai. I brigu. Këto s'kan Po, kjo është e kryesore, po. Kjo është vedër, kjo është përdorur, kjo është mbi 100 vjeçare. Mbi 100 vjeçare. Po, mbi. Edhe lidhja kam restauruar unë. Lidhja bësh nga brenda me këto shkallë, si do të ngulsha po ishin. Bile unë kam ruajtur këtë, se këtu kështu ka qenë e vjetra. Le të zbresim. Se kam një të Mojzez më të dele që në kodër më kodë. Se kam një të Mojzez më të dele që në kodër. Gëzor. Ajri gëzor. Ju përshëndesim në radhë parë për detyrën që merrni përsipër në një kohë të trazuar, ku të tërë kërkojmë të japim jahon në të mirës, të japim jahon asaj që është e jona bres pas brezi, të japim jahon emrit që jemi shqiptar, të japim jahon asaj që deri tash kemi mbritur vetëm ne me emrin tonë. Në Dukat do të vjeni gjithmonë të Dukatasin, i cili ka prodhuar, i cili ka respektuar vlerat, i cili respekton dhe sot e të vditën, atë bashkësinë fetare, atë prodhimin e duarve të veta, që e gjën gjithmonë kënaqësinë me punën e tij. Të gëzuar. Dukati është një lloj dëshmie e një lloj të qenurit shqiptar.
Që nga vitet 1800, që kanë ngellë 25 familje që kanë ngellë ortodokse. Dhe nuk janë dalluar midis të qenurit, muslimanë dhe ortodoks. Sepse vetë, ndoshta fati i kombit bëri që dy vëllezërt ishin. Njëri ishte Pano Naçi dhe tjetërit ishte Neim Naçi. Pra ishim dy vëllezër, një musliman dhe tjetëri musliman ortodoks. Asnjëherë nuk janë ndarë, konkretizuan që flasë unë gruan e ka muslimane. Fëmijët nuk dihet se ç'janë, po të paktën e kanë për krenar që janë bitë e një ortodoksi, siç jam unë, dhe një musliman, siç është nënë e tyre. Dhe ata pretendojnë që janë vetëm shqiptarë. Një fjalë e madhe që unë të paktën për vitet e punës dhe për botë kuptimin që kam, është shumë. Është një nder që të themi, qoftë musliman, qoftë krishterë, jemi shqiptarë. Unë kudo që të jem, do të them vetëm jam shqiptar. Po, drejtor, objektet e kultit keni bërë të dy, edhe për ata që akoma besojnë krishterim edhe këta që besojnë, ka objekte për dy palët? Ka një gjë të veçantë që në objektet e kultit më shumë shfrytëzohet ajo feja që është me pakta në numër, shfrytëzohet feja ortodokse. Jo se ka influencë, po ka pak një qëndres, është me but, është me ëmbël, është me njerëzore. Feja ortodokse, tek ne s'ka qenë feja që besohet Krishti apo Muhameti, po ka qenë feja që respektohet njeriu. Kjo ka të bëjë edhe me faktin që është bërë ndryshime shumë vonë, apo jo? Nga vitet 1960. Jo vetëm aq, dukatës janë të butë, dukatës janë të qetë, janë të ashpër atëherë kur preken interesat të mëdha. Dhe sot edhe ne kemi ndonjë problem. Na preket interesi pronave si dukatas. Ne si kemi ndarë asnjëherë si dukatas. A është e muslimanët, a është e ortodoksëve. Duket sikur nuk e pyesim, a je musliman, a je krishter. Ne jemi vetë dukatas. Pra është një mesazh shumë i madh që thatë juve. Ashpërsinë e përdorni për probleme të mëdha, apo jo? Kjo është gjë shumë pozitive. Mesazhi që jepni juve, zoti Vasil, që ashpërsinë labi e përdor për probleme të mëdha, jo për ndasi të vogla. Kam vetëm gruan blet, vetëm ajo prodhon në shtëpi time, se unë vetë pi. Ajo çka duhet të them se bën përshtypje të veçantë. Jo se nuk e njoh Dukatin, por se sa herë shkelim me këmbë këtu, po atëherë dalin gjëra të re shumë interesante. E vetmja gjë mua bën përshtypje lapidari më i veçantë që në zonën e jugut të pakën aq sa di unë, është më i veçantë një lapidar për ata që kanë dhënë jetën për dije, për arsim, për kulturë. Për shkollën shqipe, që siç u fol edhe në pak më parë. E dyta, ne këtu gjejmë objekte të një kulture të rezervuar, jo të varrosur, jo të humbur, jo të fshehur, të rezervuar për të jo vetëm të rezervuar, edhe për të reklamuar, për të adoptuar brezave, se nga vjen Shqipëria, nga vjen Dukati, nga vjen Shqipëria dhe drejt cilës shkon. Aq më tepër këtu në këtë kafe të vogël, ne gjejmë drejtorin e shkollës, i cili ka ardhur pe kafen këtu dhe është mes bashkëfshatarëve, është mes intelektual, mes gjithë. Domethënë, ajo çka është e rëndësishme, më bën përshtypje mua
edhe si mësues, si që kurshëm, edhe si shkrimtar, edhe si pjesë e këtij stafi që morëm këtë rrugë, është transmetimi i kulturës së sonë shqiptare që u jep brezave. Fshati I vjetër I Dukatit e ruan identitetin e vetë si një kala e vjetër e pamposhtur. Si që shikojnë Dukati nuk është vetëm atje poshtë në qendër ku ne takuam njerëz, filmuam, por Dukati shtrihet shumë gjatë. Nuk ka zgjidhje tjetër. Dhe ne do të vazhdojmë në këmbë tani, deri thuna solli makina. Ishte pamundur që të kalojë makina në këtë rrugë këmbësore. Ishte pamundur të kaloj këtu, rrugë ngushtë, prandaj ne po ngjitemi në këmbë për të shkuar tek shtëpia e Dervish Ali Dukatit. Historia e Dukatit është një det I thellë, si vetë deti jonë, e mbushur me ngjarje dhe personazhe, protagonistë të historisë së Shqipërisë në të gjitha fushat e jetës. Si kam bërë muret me kate për gjerë për qëndruar. Histori e gjallë. Për qëndruar, tamam. Histori e gjallë. Ne u takuam me një nga banorët e fshatit Dukat, banor I hershëm apo jo? Si keni emrin? Malo Aliçka. Malo Aliçka. Këtu kemi mbrapa shtëpinë muze të Dervish Ali Dukatit. Dy fjalë lutem, sa kohë ka kjo shtëpi dhe ç'përbën figura e Dervish Ali Dukatit për Dukatin? Se sa kohë ka, është shumë e lashtë. Po. Di që është një nga luftarët më të epër të fshatit Dukat. Ka luftuar në sinj të Beratit me Elmasorët Dakunin, gjithë këta tërimat që kanë qenë. Ky është muzeu mi. Është restauruar disa herë, tani është në gjendje jo të mirë. Po. Vazhdojmë të hedhim në kamerë pra këtë shtëpi muze, një dëshmi e viteve, sepse djeti Dervish Ali Dukati ka bërë emër në Dukat, ka bërë emër në Mallakasë në këngëvitet e Tanzimatit, pra është një figurë e njohur, shumë e njohur e Dukatit, Dervish Ali Dukati, ku ka mbetur kjo shtëpi, pra kaq vite. Si jeni? Jemi mirë? Mirë. Për ku shkoni? Në shtëpi. Jeni këtu nga Dukati? Po, nga Dukati. E nga I ratë këtej, s'ka rrugë besë duket, do? Rruga. Është rruga këmbësore? Si, këmbësore. Makina këtu s'vjen, kuptohet? No, makina. Kjo është shtëpi, e din se ti je breziri. Kjo shtëpi e kujt është?
Kjo... Shtëpi? Muzeu, e Dervish Aliut. Njetë si figurë, si luftëtar. Po sigurisht si njetë. Edhe shtëpinë jaruani akoma, kujdeseni për shtëpinë. S'bet lafa. Jaruani, po. Po është restauruar disa herë kjo. Restauruar? Edhe edhe aty ishte restauruar në 78-ën nga ustallarët e Beratit, ata bën një punë shumë të mirë. Pastaj është restauruar disa herë, po jo në mënyrë të paktryeshme. Kulla e Dervish Aliut e veçanta në llojin e vet në arkitekturën e ndërtimeve në Trevën e Jugut. E ndërtua në vitin 1828 me specialistë të ardhur nga Janina. Kulla ka 28 frengji ku mund të luftojnë mbi 200 luftëtar. Në këtë kull ndaheshin municione dhe prodhoi barot në vitet 1840-50. Dervish Aliu udhëhoqi kryengritjet fshatare të vitit 1847 dhe në krye të qindra trimave nga Labëria mbështeti Rapoekalin në luftën e Greqicës në vitin 1847 kundër forcave të perandorisë turke. Sa familje banojnë këtu? Tani këtu janë 160 familje në gjithë fshatin. Flas këtë pjesë, këtë kodë të bukur që ka qenë në këtë lagje, në Dukatin e vjetër janë 160 familje, këtu mund të janë rreth 20 familje. Edhe braktisa e këtyre shtëpive është vetëm për shkak të terrenit të rrugës. Për terrenit vështirë që ka, s'ka rrugë makine, ka vetëm rrugë për kafshën. Pjesa e fuqia punëtore ka ikur në emigracion, kanë ngel mosha jonë. Është e vështirë. Ç'për bën bujqësia për Dukatin? Bujqësia është prapë me humbje sepse nuk ka ujë për të vaditur. Janë toka mbi ujë. Në ndryshimin e sistemit u prish kanalet vaditse që kishte kryesisht Dukati i ri edhe këtu. Që kishte ujësiellsa u prishën. Dhe nuk ka as interes që të bësh. Blegtoria nuk ka mundësi zhvillimi këtu? Ka ikur forca fizike e punës, kanë ngel mosha jonë dhe po zhduket. Sa bagti? Po janë rreth 6 deri në 7.000, nuk jam shumë i saktë se sa ka në dy fshatrat. Sa ka pas? Ka pasur rreth në kohën e Zogut ka pasur 120.000 krerë bagti. Mendoni që sistemi ekonomia Dukatit ka pasur rreth 47 deri në 50.000 krerë si kooperativë. Dukat Tregjasi bashkë. Sot atëre janë interesat që nuk kanë emigrantët për të ndajur këtu? Nuk rrinë, s'ka asnjë interes, ndaj emigrantët kanë ikur jashtë. Çfarë do të kërkonit juve? Do të kërkonin për ta rikthyer blegtorin pensiononte shteti, sidomos për ujë të pishëm, se ne s'kemi as ujë të pishëm, lere më për vaditje. Ndaj është edhe këta mure që kanë ngel shkret kështu kanë ikur se s'ka ujë të pishëm, është vështirë. Një rezervuar që është bërë që në kohën e sistemit socialist. Tani është vështirë, nuk është. Për rikthimin e blegtorisë çfarë do kërkohesh? Subvencionet? Subvencionet. Dhe fëmijët që janë në emigracion, nëse do të kishin interes, do të ktheheshin apo? Do të ktheheshin, patjetër do të ktheheshin, por përderisa s'ka investime nga ana e shtetit, nuk ka asnjë interes. Kështu që ai pranon më mirë të punojë në Llaç atje, herë me punë, herë pa punë, se atje nuk gjen, mos mendos se ashtu. Po të ishte këtu Dukati e para, e dyta ka terren të vështirë malor. Ka zona të lartë. E gjithsesi mishi që bëhet Dukat s'bëhet rrezik bëhet në asnjë vend. Si mishi Dukatit, keci Dukatit dhe qengji Dukatit kërkohet pothuajse nga të gjithë ata që njohin zonën mirë këtu. Duke u ngjitur në anën tjetër të fshatit, makina u defektua. Për të udhëtuar lart në fshatin e vjetër Dukatit, në një lagje,
Qa lagje që kjo? Lagja Mazo. Lagja Mazo, ne mbetëm këtu sepse është e pamundur që të kalosh në këtë rrugë, po thuaj që nuk kalohet me mjete apo jo? Prishu nga shiu, nuk mund të kalohet. Me sa duket Ladi ti ke marrë pajisjet për të hedhur një peisazh në letër. Po, vërtet e mora se këte është një mbrekulli nga natyra dhe normalisht, po unë me sa shoh kohën do ta kem mjaftueshme sa të bëhet goma, sa të rikthehet ajo, të montohet. Mi merru çik me pikturën, me gomën ti sa të shkojmë aty tek shtëpia aty që është vërtet një Mirë, vazhdo Ladi se s'kemi dhe kohë shumë të lirë. Vazhdo. Është mjaftueshme. Vazhdo, ti vetëm skicën do të Ladi. Po skicën, ja. Skicën, po. Ne po hidhemi për te pak aty. Këtu jemi. Vetëm mbaro gomën edhe pikturën. Okej. Na trojë vëmendjen një shtëpi karakteristike e këtyre anëve, e rrethuar me mure guri, një shtëpi e vjetër e 150 vjetëve të shkuar, e fortifikuar. Një grua e moshuar ishte mbetur në këtë shtëpi të hysomemajt, plot nipër dhe mbesa, djem dhe vajza, por të gjithë larguar. Si të lashe më stëpar, moje bukura more. Emigracioni jashtë dhe brenda vendit, sido që të jetë fati i të larguarve për një jetë më të mirë, kjo heshtje i tmerron ata prindër që jetojnë dhe presin me padurim të shohin fëmijët e tyre. Si ishte jeta nuk të lash. Shikoni ndërtimin e kësaj shtëpie që pothuaj është braktisur. Siç na thot kolegu jon, kjo është një shtëpi ku banon vetëm një grua e vjetër. Por si është ndërtuar shtëpia, tradita e Dukatit, 2 mure rrethus. Ja muri i parë, me avlli. Muri i parë, me avlli, mur me avlli, muri i parë dhe muri i dytë. Pra është bërë tamam si kështjell, të lutem hidhe kamerën atje, por dhe ishte muri i dytë. Ky ishte muri i parë. Le të futem jetë shikojmë. Si ishte jeta nuk të lash. Si jeni, mire? Përshëndetje, si je? Je mirë? Si jetë? Mirë, faleminderit. Nga televizioni Apollon vim. Këta janë televizionit Fierit. Si jeni, mirini? Qa si me shëndet? Po me ka me ka banon këtu në shtëpi? Ka vajtë në nashën këtu. Janë këta i ka masë. Si e ke emrin? Mino Hysomemaj. Mino? Ha. Hysomemaj. Që pas ke bërë kështu me Mino, burë jëtë, gjyshi, njeri, ku që ka bërë këto? Janë të plegjen këto. Të plegjen? Në mëjnë apartamenta në reja, këto janë modeli vjetë. Modeli vjetë? Janë mëjnë gjyshi. Modeli vjetë, shiko pra Mbi 100 vjeqare. Arkitekture. Mbi 100 vjeqare. Shiko, le të ndjekim gjitha këto pamje. Visi. Ja këtu do tjetë hamemi mathë, dhoma e pritjes. Këto kanë jetuar 2 familje Hysomemaj. Muret. 2 vëllezër. Rreth e qark. Njëri vëlla jeton, njëri. Pra një punë e madhe me shumë sakrificë që është bërë për ta ndërtuar këtë. Këtu ka një divan në këmba. Këtu minë në. Divan në këmba i thojnë. Për në hajë. Çfarë ka qenë hajde? Ja thuajnë janë. Divan me këmbë. Si divani Dervishaliu. Kanë qenë të pasur këta? Po divani thoshin shtëpis, dhomës. Para hyrje e muzeut të Dervishaliut quhet divan. Shiko pra, se çfarë ka bërë njeriu? Thotë kënga e vjetër e Dukatit. Dolle në divan me këmba, dej të stolisi ka dëna për Dervishaliun. Ai është divani. Edhe këto kanë qenë shtëpi. Edhe këtu ka qenë divan. Si quhet i pari këtij fisi këtu? Këtu kanë jetuar 2 vëllezër. Hysomemaj. Beqir, ai Remzi Hysomemaj dhe Neim Hysomemaj. I madhi ka vdekur, i vllai tjetër jeton në Vlorë, kanë plot djem. Kanë një histori të vjetër. Kanë një fis i pasur me kapital. I kanë bërë gjithë këto rrethim me gjithë.
Hajde me tabakat, hec. Gjitha rrugë. Hec këtu. Gjitha rrugë. Loshme. Hajde. O, pse u argjohën në? Këtu. A u do bësh traditën ti? Rofsh. A shtëpi fisnike e pasur, e vjetër. Gjithë të mure tregojnë që tregojnë... Qa di në historia e gjyshëve, në ata të parë që kanë qenë këtu? Sa që vjetër është, sa që dhe nuse shpisë Po, jam nuse, thotë e 70 vjetë do të jam nuse. Do të thotë janë shumë të hershme shtëpit. Gëzuar në. Ti kesh mirë vajzën e. Hajde gëzuar. Mere gotën vetë. Mere gotën takoj me këta. Baje tabakan në njërë. Hajde gëzuar. Për të mirë, për gëzime. Qofshi mirë, pleqerit të mbarë. Faleminderit, mirë pas. Të mira. Faleminderit, të mira. Të mira të vimë. Rafni jetën në gjithë familje duaj. Vështirë se gjenë vend tjetër aq pranë detit dhe malit, një diversitet klime dhe lartësish, ku janë shumë afër klima e nxehtë subtropikale me freskinë kontinentale të lartësive malore që rrethojnë Dukatin. Kjo larmi peizazhesh dhe legjendash ndërthurë dhe gërshetohen ndërmjet tyre, duke formuar një mozaik të vërtet që rrallë gjendet. Pas i hodhëm në kamer pamje nga fshati i vjetër Dukatit, zbritëm luginës dhe kurioziteti i bletëve na detyroi që të ngjitemi në rrugën për llogara. Unë dalëm në familje Kozeli, ku vite me radhë kultivohet bleta.
Tashti janë në gjendje qetësie. Duan ushqim, vendosim ushqim, mbas disa ditësh u fillojnë kurat pastaj. Çfarë ushqimi u idhi? Janë disa buka, u themi ne, të posaçme që i prodhojmë këtu. Blihen ato dhe u vendoset. Po sheqer? Sheqeri u vendoset me kurat, me ilaçet për mykun. Kanë myk, kanë morr. Për morrin u vendoset një lloj shiriti këtu në mes të pjellës, në gjendje dimrore, u lihet 4 javë dhe u hiqet pastaj. Tani nuk keni sëmundje prezencë? Tufa. Myku ka shënja. Ka pak shënja sëmundje. Sa kohë keni që merreni me këtë aktivitet? Vjerri është 86 vjeç dhe sa ka njojtu veten i ka mbledhur bletët në për shkëmbinj. Sa arrin rendimenti për çdo koshere? Varet nga viti, sa? Po nga viti, një koshere mund t'jap dhe 20 kg dhe 30 kg dhe po t'jetë viti mirë që njëherë 4-5 vjet ndodh mund t'jap 50 kg një koshere, po rradh, jo gjithmonë. Këtë park keni vetëm këtu? Jo, kemi, dhe se i mbam po kemi Matan, në atë lagje më atë krah, kemi parkun tjetër. Këto i mbam kështu se kemi dhe si. Kur bie borë kështu? Jo, s'ka asnjë problem për borën. S'ka problem. Asnjë problem, ajo është në gjendje tash që rri brenda, nuk del. Fryn e erë, ulet temperatura, nuk del bleta. Me sa duket shfrytëzohen tëra rezervat e mundshme natyrore për Problema këtu quhet prrall dhe bën këto lëndë. Prodhimi i asaj, fruti i saj është kjo që përdoret për baktit, për lop, për dhon, për dhi, si ushqim plektoral. E bluajnë apo han kështu? Baktia ashtu, lopa do ta bluash. Brenda kjo ka tul, ka përmbajtje. Brenda ka ushqim. Ka ushqim, është shumë të ushqyeshme për bakticë. E i përdorin në periudhën e dimrit. Domosdoshmë për periudhën e dimrit. Zakonisht. Pra janë përpjekje edhe kjo është që quhet lëndë deri apo jo, është tjetër? Lëndë lisi. A që quhet lëndë për që ha deri. Lëndë bën lisi, bën edhe këto i ha, edhe këto i ha deri. Edhe këto i ha deri. Po kjo zakonisht që ke hip. Brenda kjo po ta hapësh, ka brum, është ka midon. Pa, hajde. Jo njeriu sa. Është e hidhur, Hajde. Lëndë valaniz. Pas qënditët ngarkuar dhe shumë të lodhshme, u kthyem drejt Orikumit përgjatë brigjeve të detit të qetë në perëndim të diellit. Katër-pesë djem të veshur me kostume popullore na trojtin vëmendjen tek mishi i pjekur Labria. Dy qindja të vendosur në hellin tradicional të Labris rrotulloheshin me prushin e thëngjillit dhe në sfond deti i kaltërt. Me Faili Drizi. Po. Pra qëndron para këtij lokali me këtë, si i thon se? Ky është quhet shark. Sharku i Labëris. Po. Është shumë e hershme. Këtë mbante labi apo e ke marrë kështu? Ky është kostum i një këngëtari nga Gjormi. Këngëtari nga Gjormi. Po. Rrypin e mesit. Të gjitha uniforma është e atij. Po është uniform labe apo? Labe. Po atëherë çfarë do përgatisin atë, do përgatiten pak, pastaj do të i bie. Unë do pish rakia apo do të ngrohet fylli do. Jo, një sekondë, se Labëria i ka që të gjitha. Sa vjen afër radhimës, të bëm përshtypje si as i vit tjetër, bar restorant mishi pjekur Labëria, me këto vlera si të shërbimit të pjekës mishit, edhe të vlerave historike të trevës tyre, edhe i uroj mbarësi në biznes e tyre. Takimi rastit edhe më bëhet qefi që shikoj elemente traditës të manifestojnë edhe në biznes. Sinqerisht është një emocion dhe një gjë e re. Shikoj shumë biznese që praktikojnë forma të tilla, të themi në këtë periudhë vakumi, në këtë muaj që edhe numri turistëve qoftë vendaset tuaja është i pakët, është një mënyrë për t'i afruar.
Shkëve, jeni tamam pronari i lokali këtu. Na dhe kënaqësi të madhe, si kemën? Kreshnik Bedina jam, nga Veçanisht Fillore. Kreshnik, ta gëzosh emrin, po juve? Shazai Bidej. Po. Atëre, vërtet na dhe kënaqësi, jo vetëm për faktin e këtij mishi që piqni kështu bio, vjen erë tamam erë laborie, erë këtyre maleve, edhe kripa, erë Shqipëri edhe erë këtyre deti, por na dhe kënaqësinë edhe me prezencën, me një harmonizim pra i traditës nga e në marrë këtë që janë. Zakonisht zonë e Labrisë është, duke marrë parasysh Tepelen, Gjirokastër, Vlorë... Pa prishura traditën tuaj, qofse lejohet, te pjesa ime që ne do vim brenda tash të porosisim, po ta këpus pjesë e bishit ta këpus vetë këtu. Të dhemi shenjë. Brenda asaj, normave. Mund ta marr? Po e thikën. Provojnë vend, Do me kishë këtu në qofse nuk të djeg, e shpjekur. Në qofse të djeg, do të thojë vazhdon të marri temperaturën e... Nuk e provoni këshu me të qarë këshu? Ja, qara jo, absolutisht. Bukur shumë. Pasi punët losme, pra ne undalim këtu në lokalin Labëria, në radhim në shove, edhe ishte kënaqësi me gjithë tavolinë kaq të pasur të lokalit Labëria,